Amerikanëve të Floridas nuk ju ka mbetur gjë tjetër veç se të mbledhin copëzat e shtëpive të tyre pasi uragani Milton, stuhia e rrezikshme e kategorisë 3, përshkroi të gjithë shtetin ditën e djeshme. Të paktën 16 persona kanë humbur jetën, ndërsa dëmet materiale të shkaktuara janë ende të pallogaritshme. Vdekjet janë regjistruar në qarkun Shën Lucia, në Volusia, në Shën Petersburg dhe në qytetin Tampa. Gjatë stuhisë, autoritetet thanë se mundën të shpëtojnë më shumë se 1000 njerëz, ndërsa fatkeqësisht sipas tyre, ka gjasa që numri atyre që nuk i mbijetuan dot stuhisë të rritet. Qindra shtëpi janë shkatërruar, duke lënë kështu mijëra banor të pastre. Për shkak të stuhisë më të rrezikshme që kishte parë ndonjëherë Florida, gati 3 milion njerëz kanë mbetur pa energji elektrike. Dëmet të mëdha kanë në zonat si Tampa, Shën Petersburg, Clearwater, Sarasota, Siesta Key dhe deri në Fort Myers. Ky uragan e goditi Floridan ende pa marrëveten nga uragani tjetër Helene, i cili vrau 237 persona. Shkencëtarët besojnë se shyrat e rrëmbyeshëm dhe stuhitë shkatërruese janë bërë më të ashpra dhe më të shpeshta për shkak të ndryshimeve klimatike. Sa më shumë ngrohet uji në sipërfaqen e oqeaneve, thonë ata, aq më të mëdha bëhen mundësitë për stuhi.